Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi. Ja ku po ritakohemi pas një momenti të shumë të bukur për të komentuar dhe analizuar pak dasmën e Mateos edhe Brikenës. Një dasmë e dytë. Në fakt është hera e dytë që në Big Brother bëhen dy dasma, që nga koha e Luizit, që ndodhi dasma e Shqipërisë dhe dasma e Kosovës, sonte kishim një mix dasëm. Dasëm Shqipërie me tradit Kosove. Fillimisht një herë dua të përgëzoj stafin për organizimin glamur, që vetëm në pak orë kishin arritur që të organizojnë një dasëm fantastike. Ambienti, arredimi më pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Do të them që ishte i ngjajshëm me arredimin e dasmës së Selin, domethënë nuk është se kishte diçka më ndryshe përpos perdeve që ishin të zeza. Ndërsa tek Selin domethënë ishin preferuar që arredimi të bëhet me lule të kuqe, ndërsa tek Mateo dhe Brikena me lule të bardha. Ambientin që krijoi Gena, një ambient fantastik, adrenalina, muzika, komoditeti, vallëzimi ka qenë më në kontroll dhe Brikena ka shkëlqyer si nuse. Nëse do të më jepnit mua një mundësi se me çfarë note do ta vlerësoja Brikenën si nuse, unë Brikenën do ta vlerësoja me notën 10. Me thënë ka qenë fantastike, ishte shumë e bukur, fustani ishte i përzgjedhur në mënyrën më të mirë të mundshme, flokët thjeshtë dhe bukur, është komentuar jashtëzakonisht mirë, sidomos qëndrimin e kishte superior. Atë akullin që në fakt e shikonim tek Brikena, sonte u shkri krejtësisht. Mateo, si gjithmonë, i ëmbël, modest, i dashur, pozitiv, më ka rezatuar sonte një energji aq të bukur sa që le të themi mashallah ishin një çift fantastik. Do të thënë nisën një rrugë të mrekullueshme, nisën një rrugë fantastike. Mateo dhe Brikena e pash që e kanë shijuar pafund. Edhe pse Rogerti, Miri, Juela dhe Edisa u munduan në atë formën e tyre që ta prishin këtë dasëm, që të sjellin tek Brikena dhe Mateo të sjellin shqetësim shpirtëror, nuk arritën, edhe pse Brikenën e pash që u ndje keq, në fakt i vinte zor nga muzikantët, nga ambienti, por duhet kuptuar që jemi në Big Brother dhe duhet luftuar për klikime, luftojmë për shikueshmëri. Mendoj që nuk arritën dot që ta krijojnë atë energji, atë ndjesi të keqe që krijuan në dasmën e Selin. Por edhe Rogerti e pa që do të ishte i tepërt nëse do të mundoheshte që të prishte një ambient ku të ftuar ishin edhe familjarët e protagonistëve. Do me thënë, ishte një dasëm fantastike, një dasëm që realisht i dha një ngjyrë të bukur shtëpisë dhe i dha një pozitivitet, atë pozitivitetin që i mungonte. Kush ishte i ftuar? Të ftuar ishin Tezja e Selinës, Brikenës. Tezja e Brikenës sonte ishte pjesë e shtëpisë, e cila kishte u ftuar nga Kosova për të qenë pranë mbesës së saj, sepse Brikena familjen e ka jashtë Kosovës, nuk jetojnë në Kosovë, dhe si përfaqësues familjar, kishte ardhur Tezja, edhe pse Brikena në fakt e ka përmendur shpesh në shtëpi që ka një lidhje të jashtëzakonshme me Tezen e saj, dhe nga ana e Mateos, këtu përfshir për shembull te Gimbo dhe Selin nuk kishte, nga ana e Mateos kishtin përzgjedhur atë bukuroshen e vogël, mbesën që e shijuan pafund. Në fakt më ka pëlqyer vëmendja që Brikena i dha mbesës së Mateos, domethënë ishte shumë e vëmendshme në veprimet që bënte, sepse veprimet janë tepër të dukshme. Nuk është se ishte e fokusuar te dasma dhe vetëm ta shijon dasmën dhe vetëm të ketë mendjen te dasma, por jo. Ishte e fokusuar edhe tek mbesa e Mateos, u mundua që t'i falë një lloj momenti të bukur, një lloj momenti të ëmbël dhe e shijuan dasmën pafund. Si që thash edhe gjatë gjithë ditës së sotme, që në fakt e kam komentuar, do me thënë të përzgjedhur për këtë dasëm, ishin edhe Arbër Hajdari dhe Monika Kryemadhi. Me thënë drejtën, unë e prisja dhe Ledionin, sepse Ledioni vitin e kaluar ka qenë tek dasma e Kiarës edhe, e Eglit edhe Gjestit, biles Ledioni ka qenë ai që edhe e bekoi martesën e tyre, por si çudi, Brikena kishte vendosur që Kristin ta ftojë në dasëm dhe produksioni kishte dhënë Kristit një moment të rëndësishëm për
të qenë, le të themi, nisma e një çiftit që ka qenë një çift që realisht ishte i pabesueshëm për publikun që do të nisën në këtë rrugtim brenda shtëpisë së Big Brotherit. Unë e kam ndjer, e kam thënë gjithmonë, nuk e di, zemra ime më thonte që Mateo dhe Brikena do të nisin jetën e tyre brenda kësaj shtëpie. Brikena e ka marrë shumë të mirëqen këtë dasëm. Unazat ishin specifike, ishin të zgjedhura nga Argjendarimi Luna, aty ku në fakt i kanë marrë të gjithë banorët e Big Brotherit, këtu përpos Selin dhe Gimbo që nuk ishin nga ajo Argjendari. Ushqimi ishte mos flasim, do me thënë e kanë marrë të gjithi në shtëpi dhe po e shijojnë, por në përgjithësi do me thënë u argëtuan pafund. E pash Arbrin që e shijoi dasmën, e pash Monikën që u knaq, do me thënë Rogerti ka qenë pak më i vetmbajtur, ndoshta vet opinionistët dhe qëndrimi i tyre e bën që këto banor të kenë pak më shumë kontroll, të mos të dalin nga vetja, por gjithsesi do me thënë ka qenë një dasëm më e mirë se ç'u mendua, më e mirë se ç'u pa. Unë atë shkrimin që bëri Rogerti, sado që ishte me thumba kundërdrejt Mateos, unë do ta marr si një shkrim i cili u bë për më shumë humor, edhe pse Mateo e prisja që të jetë pak më i egër. Tani Brikenës nuk është se i ngeli hatri, me thënë drejtën, se çka kishte shkruar Rogerti, edhe gjatë mbrëmjes kur vallëzonin dhe kremtonin, Brikena ka vallëzuar me Rogerti, nuk është se i ka mbajtur mëri apo i ka mbajtur inat apo krijoi një lloj armiqësie, krahasuar me dasmat e tjera, për shembull me dasmën e Selin që ja prishën krejtësisht, te Brikena përfundimi ishte i lumtur, do me thënë banorët u kthyen të lumtur në ambientet e shtëpisë, e shijuan pafund, ishte një moment shumë i ndjer. Mateo e pash që po kënaqeshte dhe po jetonte këtë momentin. Mateo e ka pritur pafund. Çfarë vërejta unë në këtë dasëm? Gjatë kohës kur Mateo i fliste fjalët dhe gjatë kohës kur Mateo i jepte premtimet dhe dashurinë e madhe që ka për Brikenën, nga që unë besoj që Mateo e do jashtëzakonisht shumë, Brikenës i mbusheshin syt me lot. Do me thënë, edhe Brikena, pa marrë parasysh që po tregohet si një akull i ftohtë, që po tregohet si një femër që nuk e do Mateon e tjerë, edhe Brikena ka të llojin e emocionit të saj, do me thënë, e pash që e ndjente pafund këtë ambient. Në përgjithësi, ishte një dasëm fantastike, një dasëm që solli një energji të re për të gjithë banorët brenda shtëpisë. Besoj që kjo energjia do të funksionon, do të jetë pranë tyre si një diçka e bukur, si një diçka e ëmbël dhe do t'i shijon pafund. Dua të marr mendimin tuaj nëpër komente, ju se si e keni parë këtë dasëm, si e keni ndjer. Nuk mund të jap ndonjë vërejtje gjatë dasmës për banorët, sepse mendoj që të gjithë kanë qenë në disponimin për t'u kënaqur, për t'u argëtuar, për të kërcyer dhe për ta shijuar këtë momentin. Do me thënë, si fillimisht nuk e morën si dasëm të vërtet, por pastaj kur e pan ambientin e kuptuan që është një dasëm që vërtet duhet duar trokitur.